Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në Shqipëri dhe Kosovë, sot është dita e dëshmorëve, për kujtohen mijëra të rënët për Adeun. 1762 nënshkruhet marrëveshja e paqes mes Rusisë dhe Prusisë. 1800, Britania e Madhe, parlamenti miraton aktin e bashkimit me të cilin vendos bashkimin mes Mbretërisë Britanike dhe Mbretërisë Irlandeze, duke i dhënë jetë Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë dhe Irlandës. 1821, Napoleon Bonaparte u nda nga jeta në ishullin e Shën Helenës, ku jetonte në internim që nga dhjetori i vitit 1815. 1835, në Belgjik përrohet hekurudha mes Brukselit dhe Malinës, Mechelen. Kjo është hekurudha e parë në Evropën kontinentale. 1916, Marinsat Amerikan pushtojnë Republikën Dominikane. 1942 ndahet nga jeta Qemal Stafa, figurë kryesore e lëvizjes komuniste në Shqipëri në fillim të viteve 1940. 1947, Belgjika, Anglia, Danimarka, Franca, Holanda, Irlanda, Suedia, Italia, Luksemburgu dhe Norvegjia themeluan së bashku Këshillin e Evropës, ndërsa Turqia ju bashkua këtij institucioni në gusht të vitit 1949. 1949, Traktati i Londrës krijon Këshillin e Evropës në Strasburg, si institucioni i parë europian që punon për integrimin europian. 1955, Gjermania e Perëndimore fitoi të drejtën e sovranitetit të plotë. 1955, fal një nisme të shoqatës së gruas turke, mor vendimi që e diela e 2 majit të festohet çdo vit si dita e gruas. Atë vit shoqata e gruas turke zgjodhi si gruan e vitit heroinën Nene Hatun. 1961, Alan Shepard bëhet amerikan i parë që udhëton në hapësirë. Ai kryen një fluturim për 15 minuta duke përshkuar një rrotullim jo të plotë përreth tokës. 1994, Naim Sulejmanoglu theu rekordin botror duke fituar 3 medalje ari në peshën 64 kg në kampionatin evropian të peshëngritjes mbajtur në Republikën Çeke. 1999, zëdhënësi i NATO-s, Jamie Shia, bëri të ditur se Komanda e Aleancës Veriatlantike ka refuzuar kërkesën e Serbisë për ndërprerjen e përkohshme të bombardimit, duke i bërë të qartë Beogradit se paraprakisht duhet të nënshkruante 5 kërkesa, një nga të cilat tërheqja pakush nga Kosova.